iniciativë kjo ka qenë ideja që dim se sa jemi, ku jemi. Unë kam ardhur në Amerikë në 97-ën, kam pothuajse 30 vjet. Edhe ne akoma nuk kemi një numër statistike që të dim sa shqiptar janë në Amerikë aktualisht. Që kështu edhe kjo iniciativë kombëtare, po edhe quaj unë, është lindi për të regjistruar, dokumentuar komunitetin shqiptar këtu në Amerikë. Për herë të parë ne po ndërtojmë një bazë reale të dhënave për të kuptuar se sa jemi, ku jemi dhe çfarë përfaqësojmë ne si komunitet. Domethënë regjistrimi është komplet vullnetar, platforma është online dhe këto të dhëna që ne do marrim do na japi një përforcim të komunitetit në përgjithësi. Po mund të futet kushdo në platformë, e kam fjalën edhe për jo për vërtetësinë e saj, por ka kritere si mund të futesh aty, sepse unë për shembull mund të tentoj të futem qoftë edhe për të bërë një regjistrim fiktiv. Ti mund futesh, por ne kemi bërë ca pyetje që janë për domethënë që kontrollojnë kush futet kush merr pjesë te kjo iniciativë. Edhe një ato kriteret janë zip kodi postar, që duhet të jesh në Amerikë që të jetosh këtu që të marrësh pjesë. Domethënë gjithashtu vetëm kjo është sepse ne kemi bërë të hapur që të gjithë kanë mundësi të futen pa patur në një Sa ka vajtur numri deri tani? Deri tani besoj jemi tek 380, ne sa e lançuam 4 ditë më përpara, edhe akoma s'kemi bërë një marketing, domethënë. Po ka nevojë për një push-up. Po besoj se po, se kjo do marrë kohën e vet. Unë nuk pretendoj që të regjistrojmë 1 milion shqiptar brenda një viti. Po që besoj që ky projekt do jetë 2 deri në 3 vjet do marrë kohën e vet derisa të përfundojë. Po, ju tha që edhe nismën e morët për këtë fakt, për ditur ku jemi, po kjo përfshin tani të gjithë trojet tona, vetëm Shqipërinë, Kosovën? Kjo përfshin të gjithë. Gjithë shqiptarët që kanë përardhje nga Shqipëria, brenda dhe jashtë, gjithë shqiptarët që kanë lindur në Amerikë, ne po mundohemi të paktën të regjistrojmë 4 gjenerata shqiptarësh në Amerikë, që kanë përardhjen, kanë gjyshin, stërgjyshin nga Shqipëria, kanë lindur në trojet etnike shqiptare, ata e ndjejnë veten shqiptar dhe kudo që jeton janë shqiptar, pse mos kenë ata një formë sado simbolike, një formë identifikimi që të kenë një certifikat të quajun, që thotë janë me përardhje shqiptare. Dhe bukur e këtij projekti është që ne kemi bërë këtë, secili që bën regjistrimin në fund të saj me një certifikat me emrin e vet që thotë është deklaruar që është shqiptar, edhe një farë mënyre njihet edhe nga komuniteti i gjerë që është këtu. Po të marrim një shembull hipotetik, një njeri andej në Shtetet e Bashkuara që ka nënën amerikane, babain shqiptar ose kundërta, tani pranohet ai apo jo? Pranohet, se kemi edhe pyetje kemi në fakt në formular që nëse ka një prindër që është nga Shqipëria dhe ajo pranohet. Nëse ata deklarojnë veten si shqiptar, kush jemi ne të themi që nuk janë? Kjo parasysh. Domethënë ideja është që kjo është një vetë deklarim, siç e ka dhe censusi amerikan, të njëjtat parametra ka dhe censusi amerikan, nëse ti deklaron veten ke një përardhje nga një shtet tjetër, Amerika nuk pyet se si qysh apo tek, vetëm thjesht i deklaron këtë gjë. Vini vetëm në këtë nismë ju apo keni edhe të tjerë që ju mbështesin? Jo, ne jemi një grup vullnetarësh, 8 profesionistësh në fusha të ndryshëm që u bëm bashkë për ta krijuar këtë projekt. Kemi një ekip të IT-s, të inxhinierisë që ka bërë një goxha punë të mirë me website-in. Ka njerëz pastaj me doktoraturë në data science, në gjitha fushat, në biznes, në mjeksi, domethënë kemi përfshirë si board jemi një grup të rinj. Po ne do ta zgjerojmë këtë board në anën kombëtare, po ta quajmë në Amerikë, që të kemi board antar boarding në gjithë shtetet e Amerikës që do ketë komunitet shqiptar. Edhe fushat janë ndryshme, mund të nga fusha e biznesit, nga fusha e akademisë, nga fusha e instruksionit të fesë. Domethënë ne duam që sa më shumë të kemi përfaqësim për gjithë komunitetin, edhe jemi të hapur të bashkëpunojmë me të gjitha institucionet jo shtetërore që të na japin këtë mundësi. Tek pjesa e formularit ka diçka tjetër specifik interesante që mund të zbuloni çfarë përfshin regjistrimi?
Përveç asaj që thash që kur mbaron me një certifikat që mund ta printosh dhe mund ta publikosh, ideja e kësaj është që ne gjithashtu po krijojmë një si po ta quajnë network njerëzish në gjithë Amerikën, që të paktën nëse vetëm në website e shef në hard se ku janë shqiptarë në këto momente që janë regjistruar, kemi arritur që unë pash në hard ka dhe në Alaska dhe në Hawaii, domethënë dy shtete që janë shumë larg nga shteti i Amerikës. Po mund të shohësh edhe shtete tjera që unë se kisha idenë që kishte shqiptar, domethënë. Domethënë kjo na jep edhe një farë ide live, domethënë si ku janë shqiptarë në këtë moment, edhe që ata mund të lidhen me njëri tjetrin. Domethënë ka edhe ky koncepti që po i lidh pak a shumë të gjithë, përveç se individ, po edhe nga ana e biznesit, ti nëse ke një biznes e regjistron në website gjithashtu, që kjo do jetë një fazë e dytë që ne do krijojmë dhe një drejtori biznesesh që si pjesë e kësaj projekti. Paraprakisht, ju thatë gati 30 vite në Shtetet Bashkuara, njohuritë, networku, lidhjet e tjera, keni informacion jo de jure, ashtu sikur ju po tentoni ta grumbulloni tani, por de facto që ku shtrihen më shumë shqiptarë, në çfarë shtetesh atje dhe me çfarë merren më shumë? Ku shtrihen më shumë është New York, besoj është popullsia më e madhe, pretendohet që janë gati 300.000 shqiptarë vetëm në New York, pastaj Michigani është po të them marketi i dytë, që është më i madh, rreth 200 e sa mijë. Po në gjithë Amerikën ne pretendojmë që janë 1 milion shqiptarë, të paktën po të numërosh 4 gjeneratat që janë lindur këtu, numri aq shkon. Si pyetja tjetër si ishte se po edhe në çfarë fushash janë më shumë të përfshirë, me çfarë po merren më shumë, ku punojnë? Shumë janë profesionistë në fusha të ndryshëm që janë të punësuar, por ka edhe një përqindje goxha e madhe që kanë bizneset e tyre, bizneset të vogla. Më shumë nga shqiptarët e Malizit, Kosovës, Shqipërisë, pjesa e Maqedonisë. Akoma nuk e kemi. Jo, në këto moment nuk e se po i analizojmë shumë ato informacione, është thjesht numrin që po shohim. Ato do bëhen në fund kur të mbarojë ky si projekt, do bëhet një analizë e mirëfillt, jo nga ne, do nga një kompani e huaj që merret me këtë punë, na japin një raport detajuar që ne do ta publikojmë kur të mbarojë projekti. Ndërkohë që krahas kësaj ju ka rënë që të keni informacion se kur mund të kenë ardhur shqiptarët e parë në Shtetet e Bashkuara? Po një nga pyetjet është pyetja kur ke ardhur në Amerikë për ata që kanë ardhur dhe ato do ta kemi si informacion kur të mbarojë projekti. Domethënë kemi bërë formularin, jemi menduar është për mendimin tim është okay, po për ca mund duket çike gjatë dhe ideja ka qenë sepse ne na duhet sa më shumë informacion të dimë kur kanë ardhur, janë punësuar, kanë biznes, nga e kanë prejardhjen, edhe është shumë e rëndësishme që të paktën të dimë nga cilat treva kemi më shumë shqiptarë këtu që identifikohen si shqiptarë. Kjo do na japi më shumë informacion edhe dije për komunitetin tonë në përgjithësi, se tash çdo gjë tani është vetëm me hamendje, nuk kemi asnjë lloj informacioni, asnjë lloj data që mund t'i referohemi. Të vetëm data që ne kemi është Departamenti i Shtetit thotë që janë 224.000 shqiptarë të regjistruar. Ne e dimë shumë mirë që kjo shifër nuk është e vërtetë. Të regjistruar janë 224.000. Po, të regjistruar nga Departamenti i Shtetit.